Transporti i naftës për eksport drejt petroliferës së Vlorës vjon me ritme të larta. Çdo ditë përveç autoboteve dhe mjeteve të tjera rrugore, edhe trena të ngarkuar me naftë bruto nisen drejt terminalit bregdetar. Pamjet tregojnë radh cisternash që transportojnë naftën drejt anijeve gjigande, të cilat më pas e eksportojnë atë në tregjet ndërkombëtare. Shqipëria konsiderohet një vend prodhues i naftës, ndërsa infrastruktura e transportit shfrytëzohet në maksimum për përpunimin dhe eksportin e saj. Ndërkohë në ditët e para të muajit prill, çmimi i naftës në vend ka arritur deri në 230 lekë për litër, duke ngjallur reagime tek qytetarët. Kjo situatë bëhet edhe më e ndjeshme kur krahasohet me vendet e rajonit, ku çmimet e karburanteve rezultojnë 60 deri në 70 lekë të reja më të ulta se në Shqipëri. Ekspertët theksojnë se nevojiten analiza më të thelluara mbi tregun e karburanteve për të kuptuar arsyet e diferencave të çmimeve në një kohë kur eksporti i naftës vijon pa ndërprerje.